Përshëndetje. Besoj se kanalin televizive kam tek unë tani, edhe para se të nis. Përshëndetje edhe njerë, besoj se kanalin televizive kam të unë tani. Para se të nis, doja qartësoja vetëm diçka. Unë e kam lexuar që këtu thot, duhet të largoni kapakun me gish kështu, që ndodhet poshtë shishes, po pa e rrëzuar shishen. Kaq janë rregullat. Nuk ka në një rregull tjetër. Kështu që me atë sa kuptoj unë thjesht nuk duhet ta rrëzoj shishen dhe duhet thjesht kapakun ta largoj kështu. Dhe kush sa më shumë, kush sa më shumë fiton. Uroj që kanali televiziv të jetë unë tani, sepse kam gjetur një super metod, uroj që të pranohet se në mënyrë kreative ajo është. Tani, shishja nuk duhet rrëzohet, kapaku me gisht, 10 sekonda. Paf. Ups, e rrëzova njërën. Del. 3. Të lutem, mundet edhe njerë se fola. Të lutem, a mundet edhe njerë? Të lutem edhe njerë se fola. Del. Tak. 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 Të lutem edhe njerë, 60 sekonda. Vetëm një shishe mu rrëzua. Ju faleminderit. Ju dua shumë gjithve. Bye.